Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Në një intervistë gjatë për Shqipëria Live në Top Channel, Edi Rama komentoi protestat që po zhvillohen në Tiranë, festën e 35 vjetorit të Partisë Socialiste dhe debatin për investimin në Zvërnec. Kryeministri tha se protestat janë pjesë normale e jetës demokratike dhe jo një matje force me qeverinë, ndërsa theksoi se do të respektojë deri në fund mandatin e marrë nga qytetarët. Protestat janë pjesë e jetës demokratike, janë pjesë e jetës shoqërore në një vend që është një vend i lirë, edhe njerëzit protestojnë, por protestat nuk janë matje force dhe as nuk maten me numra, në kuptimin që pavarësisht se numrat mund të jenë të vegjël ose të mëdhenj, maten me qëllime, maten me kauzën, maten me kërkesat e kështu me radhë. Rama hodhi poshtë akuzat se aktiviteti i Partisë Socialiste është provokim ndaj protestuesve. Më vjen shumë keq, po spari ne kemi planifikuar gjithë këtë muaj kohë përpara sa të shfaqej kjo protest. Dhe së dyti, 12 qershori është dita e lindjes Partisë Socialiste dhe ne nuk e spostonim dot ditëlindjen sepse ka një protest. Së treti, ora është një orë e përshtatshme për faktin se si jemi më në temperaturat e mëparshme dhe nuk mund të kërkojmë njerëzve të mblidhen në pikë të diellit. Prandaj kemi lënë një orë të përshtatshme, ndërkohë që ne do të mbarojmë shumë më shpejt se sa ata që do duan të shëtisin në rrugët e Tiranës. Kështu që s'ka këtu as provokim, as përballje, as një shqetësim s'duhet ketë. Rama mbrojti projektin 4 miliard euro në Zvërnec duke deklaruar se hetimet ndaj Artur Shehut nuk cënojnë investimin, ndërkaq argumentoi se çështjet e pronësisë duhet të zgjidhen në gjykat. Sa u përket thirrjeve Rama në burg, Berisha në burg, deklaroi se koha e linçimeve nga turmat ka marrë fund. Nga trafiku i drogës te investimet në Kulla, kompani dhe prona të paluajtshme, një hetim i Spakut zbuloi një skem të dyshuar pastrimi parash në shkallë të gjerë. Në një operacion me policinë e shtetit u lëshuan 20 masa arresti. Mes tyre ka emra të njohur si Ilir Shtufi dhe Artur Shehu, ky i fundit i përfshirë në tokat e Zvërnecit. Autoritetet kanë vendosur sekuestro mbi pasuri që dyshohet se kalojnë qindra miliona euro. Pas dite para kryeministrisë zhvillohet protesta e 13 në Tiranë kundër qeverisë, po sot Partia Socialiste shënon 35 vjet nga themelimi i saj dhe me këtë rast ka paralajmëruar një aktivitet të madh në sheshin Italia në kryeqytet. Ky përvjetor në mandatin e 4 qeverisës të Partisë Socialiste vjen në një klim politike të tensionuar. Për Sali Berishën, konfirmimi amerikan se mund të udhëtojë sërish në Shtetet e Bashkuara është korrigjim i një padrejtësie. Duhet falënderoj përzemërsisht administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Kryetari demokrat deklaroi se vendimi është marrë nga autoritetet amerikane dhe jo si rezultat i lobimeve. Ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kanë bërë asnjë lloj kërkese për asnjë lloj rrethane shtetësore apo tjetër. Mund të bësh çdo përpjekje ti, po në qoftë se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara e konsiderojnë jo për shtatshme për vendin e tyre, çdo gjë përfundon në hiç. Lajmi nga rajoni. Pas zgjedhjeve të 7 qershorit ku vetvendosja që drejton sërish doli forcë e parë për pas shumicën e mjaftueshme parlamentare, Albin Kurti pranon se zgjedhja e presidentit të ri kërkon konsensus më të gjerë politik. Sa i përket zgjedhjes së presidentit, përkatësisht presidentes së re, ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë.
Kurti shpreh gatishmëri për bashkëpunim me të tjera parti politike në Kosovë. Ju e dini që në këtë pranverë që po I vije fundi, si qeveri e Republikës së Kosovës, kemi bërë oferta të jashtëzakonshme për opozitën. Por ne kemi propozuar, ata kanë refuzuar. Shpresojmë që kësaj radhe do të jetë ndryshe. Pra, për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 19 nuk duhet ne të ndryshojmë, sepse ne ishim ata që morëm iniciativat për takime. Lajme nga bota. Presidenti Trump njoftoi arritjen e dakordësisë me Iranin. Sipas shefit të Shtëpisë së Bardhë, Republika Islamike ra dakord për të mos pasur asnjëherë armë bërthamore, duke shtuar se Amerika ja arriti qëllimit për të cilin kishte këmbë ngulur kaq shumë. Ne I dha në fund luftës me Iranin, ata ranë dakord që kur të mos kenë armë bërthamore, një kusht për të cilin këmbgulëm. Kjo ishte 95% e qëllimit, tha Trump, por Irani bëri të ditur se ende nuk ka arritur në një vendim përfundimtar për një marrëveshje me Washingtonin, ndërsa Trump paralajmëroi në nënshkrim të akordit në Europë ditët në vijim. Ish presidenti I Koresë së Jugut Yoon Suk Yeol u dënua me 30 vjet burg nga gjykata qendrore e Seulit pasi u shpall fajtor për dërgimin e dronëve në hapësirën ajrore të Koresë së Veriut më 2024. Prokurorët argumentuan se operacioni ishte pjesë e një përpjekjeje për të krijuar tensione ushtarake me fqinjin komunist e për të justifikuar shpalljen e mëvonshme të ligjit ushtarak nga Yon. Doqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Armelda Methasani. Kjo është Top Albania Radio.